do që shkojmë ka qifte. Prishtin, Prizren, Ferizaj, Gjakov, Pej e gjithandej. Mirë po, unë kanë fjallën për qiftet e estradës. Vetë fjalla fytyrë publike nënkupton se nuk ke mundësi të bësh asë një gjë për vete, sepse çdo herë je në syrin e kamerës. Ashtu ndodhe shumë shpesh edhe me qiftet e estradës sot. Disa u martuan, disa u ndan, disa prap u ribashkuan. Mirë po kësaj radhe, nëpërmes juve shikues të dashur, gjithashtu edhe nëpërmes votave në faqen tonë zyrtare Prive Klan Kosova në Facebook, kemi arritur të krumbullojmë dhe të zgjedhim qiftin më simpatik të estradës. Se për kë e kemi fjalën, e kuptojmë vetëm pas pak. Kjo estrada jonë ndër vite ka prodhuar e ka ndarë qifte me bollok. Por, të pakt janë ata që mbjetuan dashurisë së showbizit tonë. Dikush nga ta u dorëzua dhe asnjëherë më nuk u lidh me një të famshëm. Dikush u mundua të fshe lidhjen, e dikush kur u nda njëherë zditi ta ndalë veten në një stacion. Sidoqoftë, po jetojnë të lumtur, secili në mënyrën e tij, të paktën kështu na duken. Jeta yjeve tanë shpesh herë cilësohet si një maskë me xixa e elegante, por që realisht është krejt e kundërta prej asaj që shihet. Thashëthamët, gënjeshtrat, prishjet janë ato që gjithmonë shoqërojnë gjatë procesit jetësor me titull famë. Por jashtë kësaj kemi edhe çiftet që janë të famshëm ose një nga njerëzit që të dy. Lidhjet e tyre janë të gjata, madje vazhdimisht shprehin dashurinë për njëri tjetrin. Mbjetuan për kundër thashëthemeve dhe me këtë na vërtetuan që realisht janë enxuj me një krah dhe vetëm kur janë bashk mund të fluturojnë. Prive gjatë një jave ju dha mundësinë të votoni 4 qifte që ne përzgjodhëm. E ju me anë të votave online patët mundësinë të zgjedhni të parapëlqyerit e juaj. Zogu dhe Mr. Fenixi, apo Tuna dhe Kozi, dyshja që nuk e di ala para në gojën e dikujt pa u përfol. Nisën lidhjem fshehurazi, e ne u azbuluam po ashtu fshehurazi. Nuk kaloi kohë gjatë dhe dyshja u paraqit publikisht. Por, së fundmi doli lajmi që Kozi grushtoi pak Tunën, e për këtë zogut juaj syri. Jo, Kozi Tunës ja rrah veç zogun, të paktën kështu shpreh këngëtare në Twitter. E për t'i hedhur poshtë të gjithë spekulimat, ata treguan haptazi që ende janë bashkë në foljen e tyre. A e njëtë sunën në Kozi? Jo. Asë norën me Robertin? Jo. Kërkëm vetë në si nja? Nora Istrefi dhe Robert Berisha, një prej dyshës më të përfolur në tregun e muzikës sonë, për dukje, për stil, për trupa, për lloj gjanash e deri tek ndarja. Por gjithçka ndryshoi kahja kur ata vendosën të martohen. Dyshja tani po bëhen prindër, Norës si ka mbetë edhe shumë kohë deri tek lindja e vajzës. Një nën seksi për krah një babaj të bebes me një trup tejet hot. Dashurisë së tyre do t'i shtohet edhe një lule. Po dyshim menoj që Nora dhe Roberti. Pse menoj që qikti ma mirë? Menoj që në qikti ma mirë dhe për bukuri, ama dhe jam bashkëpunoj një me tjetër në abedin, për kraj një tjetërin në çdo aspekt. Dyshës tjetër të listës son i shtohen edhe bjondja Vesa Luma dhe Tullaci Big Basta. Këta të dy fshehurazit tentuan të kurorëzojnë lidhjen e tyre me fejes, por mos të ishim ne të pranishëm ndoshta fshehurazit do fejoheshin në një ceremoni private mes familjarëve në një restorant të Prishtinës. Vesa solli Bigin me familjen nga Tirana për të vënë unazën në gisht. E Bigi na vërtetoi burrërinë e tij, vendosi Vesën një herë për gjithmonë Tiranë. Kështu, për bukuri, po vazhdojnë të kalojnë vitet së bashku. Menoj që Vesa Luma dhe Big Basta. A keni arsye të veçantë? Po jam një qef shumë i mirë i përshtatshëm. E përmbylli me një tjetër qift simpatik, Miriami e Albani. Bukurosha braktisi karrierën e saj që kishte në Gjermani si prezantuese e këngëtare. Dhe kjo, si pasojë një mashkulli që ishte ëndra e shumë femrave, Alban Skënderaj. Nuk u përfolën për asgjë tjetër përveç dashurisë së madhe që kanë për njëri tjetrin. Albani si Alban, atë që ndjen më së miri shkrin në këngë. Që nëse thua po mundo jetoj vetëm për ty. Kështu ja bëri edhe me propozimin që i bëri Miriamit te kënga Nëse thua po.
Miriam Coni edhe Alban Skëndera, çifti më i mirë e estradës. Pse po mendon që janë më të mirë? Për shtatën më shumë. Miriam Coni mendoj me Albanin. Pse po mendon që janë më të mirë? Stima njerëz normal ndokur. Mes këtyre 4 qifteve e kishit ju në duar. Dë votoni për më të mirat, përmes faqes tonë zyrtare në Facebook Prive Kilian Kosova e edhe live. Në votat online, butoni like më së shumti u shtyp për qifti fitues me më shumë se 55% të votave është Miriam Cani dhe Alban Skënderaj. Dashuria e publikut për ta shpreson që mos zbehet, por edhe këta i kanë qëndruar besnik fansave të tyre duke u sjellur gjithmonë këngë dhe përjetime të bukura. Urime. Yeah, just over again. Prive.